doktora Fjershala ka qenë një njeri që ka bashkëpunu shumë me Kryshin e Kusht. Ky doktor Fjershala ka qenë i rëndësishëm si njeri të dorës parë për në na tregu ku duhesh me vepru, çka ndodhi e tjera. Edhe ka qenë shumë i dobishëm. Është refuzu prej Gjenevës. Në fakt, unë kam dash me shku, me dal para gjykatave për të folur për atë kohë me tregu, sepse është një prishje të rregullave konventave Gjenevës, të tjera. Do të ishte një precedent, po më thoni. Kjo s'më pengon me fol me ju sot, po... Një emër tjetër që thuhet që e keni vizitu është edhe doktor Fjershala. Pse po i them këtë, a i kam thënë? Thuhet se e keni vizitu. A thuhet. Jo, nuk është që e kam vizitu, është thuhet diçka tjetër. Doktora Fjershala ka qenë një njeri që ka bashkëpunu shumë me Kryshin e Kusht. Nuk jam njeriu kryesor që kam bashkëpunu me të, sepse kam pas detyrat të tjera. Ky ka qenë në teren, ka qenë mjek, ka ndihmu në shoqata Nën Tereza, ka pas punë me Kryshin e Kusht i Kosovës, që në mënyrë ilegal ka ekzistu, Kryshi i Kusht ndërkombëtar, se krejt si shoqat humanitar. Ky doktor Fjershala ka qenë i rëndësishëm si njeri të dorës parë për në na tregu ku duhesh me vepru, çka ndodhi e tjera. Edhe ka qenë shumë i dobishëm. Jo, kam qenë i përmendur sepse ka qenë një gjykim për rastin e tij, ku e di e nderuar zonja Podrimçaku, se kam fol me të në burg edhe bile isha me këtë Nadia në burg, në dhomë. Se kishim marrë informat, ne si Kryshi i Kusht ndërkombëtar, po krejt informat tona gjithmonë nuk do me thënë që janë të sakta, varet burimet. Edhe më të kujtet se Zarie na ka pyetur, a e dini ku është doktora Fjershala, çka ndodhi me të? Edhe pas kemi përgjigj, sepse mos më kujtohet çka kam përgjigju, po ai u vet, e besoj, ai u vet ka thënë, që kishim marrë informatën në atë kohë që ishte zënë, na kishin dhënë informat që ishte zënë prej 3 veta, 3 policë, njëri ishte shqiptar, që e kishin vrarë, e kishin varros dikun, po pa tregu ku. Pa ka shumë ishte kjo informata. Nuk e di, këtë ja kam thënë edhe djalit të nderuar e Fjershalës, nuk di më shumë, unë e di vetëm një gjë, që ishte një emër e madhe mes neve, si veprus në teren për punët humanitare. Kjo atë më të them. E the vetëm faktikisht që është përdorur, është përmendur emri juaj edhe në gjyq, është propozuar nga avokati familjes së Fjershalës që të dëgjojeni, është refuzu. Është refuzu prej Gjenevës. Në fakt, unë kam dash me shku, po ta them drejt, me shku, ndoshta me përdor si një dëshmi për me përshkruajtur një atmosferë të asaj kohe. Po nuk është puna e gjykimit aty, nuk është që kisha diçka të veçantë për të thënë 25 vjet më vonë. Po megjithatë, këta të Kryshi i Kusht ndërkombëtar e morën vesh, edhe kam pyet këshill, edhe e kam marrë një rreptësisht një ndales nga zyra ligjore e Kryshi i Kusht ndërkombëtar nga Gjeneva, bile kanë bërë një letër që e kanë dërguar gjykatës. Në fakt jam i ndaluar me dal para gjykatave për të folur për atë kohë me tregu, sepse është një prishje të rregullave konventave Gjenevës, të tjera. Do të ishte një precedent, po më thoni. Kjo s'më pengon me fol me ju sot, po... Do thotë nuk lejohen shënimet edhe raportet e juaja ose përjetimet e juaja gjatë luftës që të përdoren në hetime apo në gjykata? Jo. S'lejohet. Tani kam diçka të shkruar aty në libër, nëse do me përdor libri është falas, është në frëngjisht, le ta lexojnë. Po